Si fëmijë që e kom pas më kanë vëzhgues shumë i madh shtynë. Si nxënës që shke qenë? A e ke pas te mendimin të ma, a e ke dalë jashtë hartimit, jashtë temës arsimtarëve? As ke guxu? Jo, si nxënës jam kanë krejt kohën që shto problematik. I kom pas 2-3 lanë që më kanë pëlqyer, edhe për tjerat nuk më ka interesu. Po jam kanë edhe pak në shkollë të fillore, kanë viti 2003, në Grafës, po. Që të e di që kom pas mas pari herë që ndrim kështu politik. Po se u kanë qatë periodu u kanë në Grafës edhe në Drenicë, u kanë shumë një farë gjendje pak e tensionume, për shkak që ka qenë e krahi i luftës, ka qenë krahi këj tjetër, edhe u patë bosh shumë e tensionume situata, edhe u patë mush krejt në Grafës me do pëstera janë kanë. Dhe qatë shumë i pata i rritu, se i pata shkysh shumicën e tyne. Dhe të shkolla, ta nuk patë bon shkollë problem, e thërën babën, u bëm ledhje, e ta një bërë shaj gare ma vonë, kur fërshëm e deputetën e sendë. Unë jam këmë shky fëstire. Si të pasi një vetë vendosë e shanë, jam kanë aktivist mati, prej 2003-ës kërse një ka një heqë. Vish do pëstire janë halane ka në Grofësi? Po, janë, është trafo, është shumë interesant trafo, është shkru me PDK, ta një patë ndo PDK, ta një patë mshi PDK, u konë nisma, se u konë trafo bashkë të shpia e kupit për balë. Ta shapete kam shi, nisme na pete kam bon. PDK, po të qaj e trafo konë historika. A e konë të qaj që i ke fshi? Ja, jo. Jo, ta vetë i kam shi, se ta vetë unë dajten. Okej, u përqanë. Po dhe, u përqanë. Po kjo ka qenë fëminia jote edhe ai rebelizmi yt që ka bo diçka me bo ndryshe, sidomos në Grafës. Jo, domosdoshmërisht me bo ndryshe diçka, veç që... Ose ti me konë vetja dhe mes me konë njëjtë me krejt? Nuk e kom pas qëllimin mes me konë njëjtë me krejt, po e kom pas i edukum që ashtu, ose i rritun që ashtu në qësi forme, që nëse ty nuk të pëlqen diçka, se nëse ty të pëlqen diçka, ti dushme e kallëzu dhe dushme e bësh ata. Pa marrë parasysh që shë reagojnë tjertë. E të ta e kom mësu dhe të shpia. Edhe pse as prind nuk më kanë mësu mu, po ata e kam pas që si mënyret e jetesës, edhe në veç e kom kopju, se si fëmijë e merë shembullin e prindit. Po, e kopjan. Edhe është ma vonë e kom kuptu që në fakt, si fëmijë, sa do që të folin ty prind. Nuk e manë men, nuk e mësën, se ti si fëmijë së mundesh me majtë men. Po ti si fëmijë zakonisht e këshyrë që apo bënë prind. E tani e kom pash edhe në familjen, se na e ka një familje shumë me 3 vllazën, kena jetu bashk, e që është e moj menë fëminin teme. Kallabllak, po. Bashkallak. Po dhe familja, për mu që është ashtu ka një farë kuptimi, për shembull, bashkë baba ose nana em nuk u kanë domosdoshmërisht familja jote. Nuk të kanë rrit ata. Domethënë se ka funksionu pak me nana u kanë ma e vjetra, domethënë tani disa të tjerë ti kanë rrit fëmijët, domethënë mu më kanë rrit disa gra si nanë, edhe kom pas disa burat e tjerë që janë kanë prej gjyshit. Për mu që e koncept pak më pëlqen shumë, se qëta është shumë i ngusht koncepti i familjes. është familja ngusht, ta manë kuptimi i familja ngusht. Edhe ndikimi i fëmijëve tani po varet automatikisht prej 2 vetave, prej babës edhe prej nanës. Për dallim prej gjeneratës tonë, ndoshta edhe ti nuk e di, po, na kena pas ndikime se kena kështyr shumë shembuj. Gjyshi, halla, po, si ka pas një karakter të vetin, ke mujtë me tu çka po të pëlqen, çka nuk po të pëlqen. Tash te ki zakonisht vetëm 2 edhe internetin. Edhe internetin, që është nashta edhe i pari. Nëse veç e mosin për ka koha. Shumica shpatkeqësisht po. Domethënë, ideja që më japte një telefon fëmis si zgjidhje. është problem global, vullnet, edhe e kemi diskutuar shumë shpesh edhe me ekspertë fushave të shëndetit mendor, po është një problem global që me të vërtetë është shqetësues edhe janë duke u bë fëmijë edhe familje robota.